Mbani sot buke në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto tre probleme. Soda e bukës, përveç se ka përdorime të pashmangshme në kuzhinë, ka filluar të gjejë përdorime të mëdha edhe në rutinën e bukurisë. E në mënyrë që edhe ju mund të përfitoni nga veti çuditëbërëse të sodës së bukës, në këtë video, sipas Brightside, kemi listuar disa nga përfitimet që ajo mund të ofrojë në rutinën tuaj të bukurisë dhe jo vetëm. Ajo ndihmon në eliminimin e puçrave dhe të akneve. Për të çliruar nga aknet dhe puçrat, nuk keni nevojë të përdorni kimikate të rënda. Soda e bukës ju ndihmon në këtë drejtim për shkak të vetive antipazmatike që ka ky përbërës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Për më tepër, soda e bukës ju ndihmon të balanconi edhe pH-in e lëkurës, që më pas ndikon në zvogëlimin e numrit të akneve dhe puçrave në fytyrë. Soda e bukës është një produkt shumë i mirë nëse përdoret në këtë mënyrë. Përzieni një lugë çaji sot buke me pak ujë, sa për të krijuar një pastë. Përzierjen e fituar e aplikoni në fytyrën e prekur nga aknet ose puçrat, duke e lënë të kryejë punën e saj për 1 deri në 2 minuta. Pastrojeni fytyrën me ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë proces deri në 2 ose 3 ditë me radhë. Pastaj trajtojeni lëkurën edhe me pasta të ndryshme për të përmirësuar hidratimin e saj. Soda e bukës është e mirë për zbardhjen e dhëmbëve. Soda e bukës është e shkëlqyer për zbardhjen e dhëmbëve. Thjesht vendosni pak sodë buke në burshën tuaj të dhëmbëve bashkë me pastën e zakonshme dhe pastrojeni dhëmbët siç bëni zakonisht. Ose si alternativë është përgatitja e një recete natyrale për zbardhjen e dhëmbëve nëpërmjet përzierjes së 4 lugë gjedhe shafran indie, 2 lugë çaj sot buke dhe 3 lugë gjedhe vaj ulliri. Pasi t'i keni përzier të gjithë përbërësit, përdoreni përzierjen sipas të dhëmbësh për disa ditë. Trajtimi i djegjeve të lëkurës. Gjatë verës, mbajini një kuti me sot buke me vete. Për shkak të natyrës së saj alkaline, soda e bukës ka efekte qetësuese në lëkurën e djegur nga dielli. Do ju çlirojë nga kruajtja dhe djegjet e lëkurës. Përzieni 1 deri në 2 lugë gjedhe sot buke në 250 ml ujë të ftohtë. Zhytni një leckë të pastër në këtë përzierje, nxirrni lëngun e tepërt dhe trajtoni lëkurën e djegur nga dielli me leckë për 5 deri në 10 minuta. Përsëriteni këtë trajtim 2 ose 3 herë në ditë derisa të qetësoheni. Eliminon qelizat e vdekura të lëkurës. Soda e bukës është një agent i shkëlqyer shtresëzimit i cili ndihmon në largimin e qelizave të vdekura. Por më tepër, siç e thamë edhe më herët, soda e bukës balancon dhe nivelon pH-in e lëkurës, i cili është i rëndësishëm për ruajtjen e papastërtive të lëkurës. Përzieni 1 deri në 2 lugë gjedhe sot buke me ujë të filtruar të mjaftueshëm sa për të krijuar një pastë. Përzierni përzierjen e filtruar dhe aplikoni në fytyrë dhe lini të qëndrojë për 1 minutë. Pastaj hiqeni pastën nga fytyra duke përdorur majat e gishtërinjve. Përfundimisht pastrojeni fytyrën me ujë të vakët. Soda e bukës është një trajtim ideal për flokët e yndyrshëm. Flokët e yndyrshëm përbëjnë një problem shumë të madh, pasi që te shumica e femrave manifestohen edhe me kundërindikime të pakëndshme. Për fatin se flokët e yndyrshëm tërheqin papastërtitë e mjedisit më lehtë. Soda e bukës ju ndihmon të eliminoni këtë problem pasi që balancon nivelin e pH-it në lëkurën e kokës. Duke mbajtur atë të pastër dhe të shëndetshme, përzieni 50 gram sodë buke me 150 ml ujë. Përzierjen e filtruar e aplikoni në lëkurë të lagur të kokës dhe prisni për 5 minuta, para se t'i pastroni flokët siç bëni zakonisht. Largon zbokthin. Largimi i zbokthit nga flokët e shëndetshëm do të jetë një proces shumë i mundimshëm, sidomos gjatë muajve të dimrit. Mirëpo, me kujdesin e dur ndaj flokëve, ju mund të eliminoni fare lehtë zbokthin. Merrni një lugë gjedhe sot buke në flokën tuaj të lagur. Prisni 1 minutë dhe trajtimin në përfundim e përsërisni siç bëni zakonisht. Si rezultat do të keni flokë më të shëndetshëm dhe lëkurë koke më të shëndetshme, që më pas ndihmon edhe në zvogëlimin e zbokthit në flokë. Zbardhimi i thonjve. Shenjat në thonjë janë teje të bezdisshme, mirë po soda e bukës mund të ndihmojë në eliminimin e këtyre shenjave, e si rrjedhojë edhe në zbardhjen e tyre. Përzieni 120 ml ujë, 1 lugë çaji peroksid hidrogjeni 3% dhe 1 lugë gjedhe sodë buke në një enë. I përzieni mirë të gjitha përbërësit derisa të shkrihet soda e bukës.
Zhytini thonjtë në këtë përzierje për 2 ose 3 minuta dhe do të keni rezultatet e shumëpritura nga përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër djersës. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant për të freskuar aromën kundër djersës. Mund të përzieni 4 lugë gjelle sodë buke me 4 pika vaj esencial nga i preferuar. Më pas lyeni zonat ku keni djersitje të shumta për të hequr bakteriet, të cilat shkaktojnë edhe aromat të këqija. Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret për të larguar aromat e rënda. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vazhg dhe bëni një banjo përgjysmore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteriet dhe acidet e ndryshme që shkaktojnë aromat e këqija. Për një lëkurë të butë mund të bëni një banjo me 1 ose 2 herë në javë. Për lëkurën e butë, hidhni pak sodë buke në shampon tuaj të trupit dhe masazhoni trupin, duart dhe këmbët. Më pas i lani me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni se sa e butë do të bëhet lëkura juaj. Nëse doni të freskoni gojen, hidhni një lugë çaji me sodë buke në një gotë me ujë. Pasi soda të jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteriet dhe erën e keqe të gojës. Gargaren mund ta bëni çdo ditë. Nëse doni dhëmbë të bardhë, mund të përdorni sodën e bukës. Nëse sodën e bukës e përzieni me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. Përdoreni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimet e smaltit të dhëmbëve dhe për të siguruar gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre problemeve. Eliminoni djersitjen e tepërt. Soda e bukës është një produkt ideal për të pastruar edhe djersën e tepërt. Mund të përdoret si një deodorant natyral i cili mund të mbajë sqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Për këtë mjafton të përzieni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë sodë buke. Vendosja më pas e këtij kombinimi në sqetulla do të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve duke larguar kështu edhe erën e keqe. Soda e bukës ndihmon në erën e keqe të trupit dhe në zbutjen e lëkurës. Për të patur një lëkurë të pastër dhe pa aroma të këqija, shtoni në filxhanin e sodës së bukës një përzierje dhe më pas e përhapni atë dhe tresni në vazkën tuaj. Qëndroni në këtë ujë për të paktën gjysmë ore. Më pas shtoni shampo dhe lahuni. Pasi të ketë përfunduar ky trajtim, bëni një banjo me ujë të rrjedhshëm për trupin për ta freskuar atë. Gjithashtu, soda e bukës është një aleat i mirë i thonjve tuaj. Aplikoni një përzierje prej 3 pjesëve të sodës së bukës dhe një pjesë ujë në thonjë për të bërë ato që të jenë më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu edhe problemet që i shkaktojnë ngjyra të ndryshme. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë mund të neutralizojë acidin hidroklorik dhe eliminon dhimbjet e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë edhe fryrjet. Ato gjithashtu janë të mira edhe kundër problemeve të pahashit. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, radikalet e lira që lulëzojnë në mjedise me acid të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien dhe ushqen trupin tuaj plot me energji. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke duhet të ndihmojë kundër akumulimit të acidit urik në urinë, në gjak dhe në inde. Është e mirë kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohet gjithashtu si një zgjidhje kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do të ulë nivelin e aciditetit në urinë. Do të sjellë më shumë energji dhe më shumë gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë, gjysmë lugë çaji sodë buke, 1 lugë çaji kripdeti, 2 lugë gjedhe me mjaltë dhe 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Përdorimi i këtyre recetave me sodë buke gjithashtu mund të ofrojë edhe një zgjidhje shumë të mirë kundër erës së keqe të gojës. Shumë njerëz përdorin çdo ditë zgjidhje natyrale për ta mbajtur frymën e tyre të freskët. Ndër mjetet ekonomike që mund të përdoret është edhe soda e bukës. Në fakt, halitoza mund të vijë si pasojë e akumulimit të bakterieve në zgavrën e gojës. Përdorimi i ujit me sodë buke në formë gargare mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtij shqetësimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme. Masat paraprakin ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.